Prej hakit të këshillit që ka përmend pejgamberi alayhi salatu wassalam, hadithin që kanë dhënë Imam Buhariu dhe Imam Muslimi, ka thënë alayhi salatu wassalam, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Tre herë ka bobe. Pasha Allahun s'ka besue. Pasha Allahun s'ka besu, pasha Allahun s'ka besu. Than sahabët, kush ja Rasulullah? Kush o që tre herë bane be, s'ka besu, s'osht tamam musliman ky. Tha, ai i cili kojshia e vetë s'nijet rahat pitina. Qëki, nëse një njeri s'janë njerëzit rahat pitina, ai e ka imanin të rëzikum. Edhe nëse vjen këtu në gjami dhe mundohet me kallëzu se andë një dërvisha sufi, apo sa nuk mashtrohet Allahu gjelluar, apo namazin e ki për hak të Allahu, po nuk mos i përzi hakët, apo tha alayhi salatu wassalam, s'ka besua i cili kojshia i vetë s'nijet rahat pitina. Andaj tha alayhi salatu wassalam hadith tjetër, muslimana i cili muslimat janë rahat pitina, janë rahat pitina. E erdhi një njeri te Ebu Hurajra radhiyallahu anhu i tha, o Ebu Hurajra, vallahi boll vlla të mirë të kam. Tha, mos thuj vlla, shok dos ndroje muhabetin. Tha, jo po unë vlla të kam. Ja tha vlla s'm ki. Ja tha vlla të kam. Ebu Hurajra shoku i pejgamberit i tha, am ki vlla apo? Tha, nëse e shti dorën tane në kolet tane, edhe marr sa du, ai dhnohesh. E nisim ndru qerën. Tha s'm ki vlla. Andaj tha Sheikhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, ka nërë hadithin nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se kojshia ka të drejt. Tash mos e zbatoni këta. Ka të drejt nëse i jep lejet përgjithshme komshia me hi me angër shpitatina dhe me dal. Edhe nëse ka pare me morë, nëse e di venin merr pare del jashtë. Ama jo mos e zbato këtë, mos e zbato. Ja as mos u shkojë me. Haroje çka pjesë këtë. Haroje. Hiç, haroje këtë. A e di ku musliman kur kanë shku, qëllin që të cëllin vetë. Tho që e Khrisam të imije dhe kjo ma e vërteta. Kjo ma e vërteta, se lejohet për komshijës me morë, qëfar? Me morë buk edhe haje edhe pare. Por se kjo për ata njës të dhe janë njës të niveleve të larta të imanit. Kjo ka qenë prej hakit të komshijës që ka përmen pejgamberi alayhi salatu wassalam. Gjithashtu pejgamberi ka thënë hadith që kanë zirë Imam Muslimi, ka thënë alayhi salatu wassalam, nuk hin xhennet ai i cili kojshia i vetë nuk është i siguruar nga sherrri i tina. Ka thënë dietar, nuk hi këtu e ka për qëllim dënohet. Patjetër ka mu dënuar. E pastaj në xhenet nëse ka vepra që e çojnë në xhenet. Kjo ka qenë prej hakit të kojshies. Në ditë për ditë transmeton Al-Miqdad ibn al-Aswad radiyallahu anhu, shoku i pejgamberit alayhi salatu wassalam, thot dul pejgamberi në ditë për neve para neve dhe na tha: "Ma taquluna fi zina?" Çish e shihni punën e zinajës? Ata thanë: "Harramahu Allahu wa rasuluhu." Allahu dhe pejgamberi sa kanë bë haram. Edhe ajo është haram deri në kiamet. S'livrit puna e zinajës. Atëherë tha alayhi salatu wassalam, njani pi burrave me bë zina me 10 gra. 10, 1, 2, 3, 10 gra. Është më e lehtë te Allahu se me bë me një gruaje pi kujshie zina. Çka? 10 gra me një. Sa ka në hak i kujshies? 10 herë. Ma i rarë. Apo? Pasaj tha alayhi salatu wassalam, e punën e të vjedhmës që shifni? Tha punën e të vjedhmës e ka bo haram Allahu dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam. Dhe ajo jetë haram. Atër tha alayhi salatu wassalam, me vjedh njanin 10 shtëpia është më e lehtë se sa me vjedh një shtëpi pi kujshies. Shiko? 10 shtëpia njani me hi, Allahu na ruaj. Me vjedh kujshina 10 herë më radh. Pse? Se kjo komshive. Ki nijet rahat për tije. Apo? Ki nijet rahat për tije. Ki nuk e di se subhanallah, a dhe për kujshijës të nga ardhë, sherrë. A sa njëzë vjen sherrë për kujshijës, Allahu na ruaj. Apo? A ndoshta nuk merr pjesë aktive, nuk e ekzekuton rastin. Mirë po, cilin e lunë spionit. Apo? Janë këtu, s'janë këtu. Hinë në ndullën. Subhanallah il adhim. Muslimani mutut për muslimani. Kujshija mutut për kujshijës, Zoti na ruaj dhe na përmirësoj të gjithëve. Andaj, kjo ka qenë prej asaj të sënë ka përmendë dietarët në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E dëgjoni këtë rast sa e ka ngritë pejgamberi punën e kujshijës. Tregon Ebu Hurajra, thot erdhi një njeri te pejgamberi alayhi salatu wasalam, edhe u anku për kujshijen e vet se shumë atë dëmtuan. Dhe dëgjoni këtë, shikoni tash. Ebu Hurajra thot erdhi një njeri. Dietarët në koment kanë thënë, kush është ky njeri? Ka thënë se dina dhe s'ka kallëzuar. E njani më thonë, për shembull, ti ja ka dhënë një rast dikujna. Thu çish ka është mahall, erdhi njani ja ka dhënë një rast. Ai para se me një rast thot kush keve?
O leve kush ka s'ka lidhje. Ngoj rastin. Ka thonë dietar në Haxh al-Asqalani thot Ebu Huraira kur kish dëni sahabe që ka bën një veprim që e cënonte si ja përmend të emrin. Aja ka ditë kusha, që ardhi njëri, unë e di kusha, ardhi njëri. Apo, por shembull, ai dini për sa kur ka thonë, tash hini njëri, që kjo në xhenet li, 3 herë ka thonë. Edhe shumica e transmetimeve nuk kallëzohet kusha. Kur kush nuk e di. Kanë ardhur transmetime dopta, mirë po dietar ka thonë, në realitet ke transmetimet janë si di kusha. Njëri thotë, e pse s'ka kallëzue? Ato sahabët e kanë pa, që tash kushin që në xhami, që kjo në xhenet li. Edhe Amri ka shku mbas, Abdullah ibn Amri. Pse s'ka kallëzu? S'është me rëndësi ti me ditë ata. S'është me rëndësi me ditë ata. Është me rëndësi me ditë rastin. Andaj thotë Ebu Huraira, erdhi njëri, u anku pikomshijës te pejgamberi alayhis salatu wassalam. Pejgamberi sa më tha, shko ban sabër. Ban sabër. Haki kushijës me bë sabër. Andaj thotë Hasan al-Basriu, nuk është haki kushijës mos mi bë dam. Haki kushijës sa më adhuru damin. Në një ka diçka që të lëndon, e ki komshi kaloje. Apo, edhe i tha mësam shko, prap i tha qështu. Atëherë kur u bo tepër, i tha pejgamberi alayhis salatu wassalam, meri mobiljet edhe dil në gjade, dil në rrugë. Apo, që ka që? Edhe aje e zbataj, për pikëmërisht, kërën për gjerëve, dul jashtë. Edhe fillu njerëzit me ka përci. Se mërë ke dalë me ka uqë për jashtë? Se e ke mërë mobilin mërë jashtë, dyshemen? Ajë, që tha, ki kushia? Unë u ankova, për mësëm ta dil jashtë. Ata i thëshin, Allah i e malkofta që ka nëzirë për jashtë. Allah i e bërë kështu duke e malkuar. Apo? Edhe erdha i kushia i tha, o kushia, po hipe mrejna. Se ma prune zahmetin e malkimit Allah u që mbi kokën time. Apo? Atëherë, erdhe dhe hini mrejna. Edhe ka alë transmitin tjetër, se ka shku ki personi i cili o konë dëmtusi. Edhe i ka thonë, pejgamberit alayhis salatu wassalam, ja Rasulullah, ai keni besë do thon për mua. Ta boftet, ta ktheft Allahu xhelalu ala kështu më radh. Apo atëri tha, po të mallkojnë? Apo të mallkojna? Tha po, të ka mallku një herë Allah i mos ani njerëzit. La'anaka Allahu qabla an-nas. Një herë Allah i të ka mallku mos ani njerëzit. La'nat do të thon me të largue. Shikoj për mëson çka i tha, dil luthe. Të ka zonë udhën po. Dil luthe e ka dhënë këtë se çka do të bëj kushia. Hak i madh i kushijës. Hak i madh i fshinit se ne ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam.